Partia Demokratike po rrudhet çdo ditë dhe më shumë, jo vetëm në zgjedhje, që e kemi parë në koda dramatike, por dhe në përsheshe. Ndrit, si e mendon, kush përgjigjet, kush e ka fajin? Ka humbur projekcioni se Partia Demokratike do t'jetë parti qeverisë. Ne nuk jemi thjesht një vend romantik ku i shohin me romancë zhvillimet politike, por ka dhe një projekcion pushteti. Pra thonë shkurt, shqiptarët thonë këta nuk vinë në qeveri, do ne nuk kemi pse shkojmë pas tyre. Pra nuk ka i moment politik për partinë në fjalë. Pse? Ta trajtojmë me këtë logjikën e ekipit futbollit. Është një lloj sikur një skuadër futbolli humb ndeshjen dhe në vend që të ndrojë ekipin proteston te fusha. Mendojnë, luan Real Madridi me Bayernin, njëra nga këto humb ndeshjen dhe proteston te fusha në vend që ndrojë trajnerin dhe ekipin. Dhe unë e shoh si një qerthull, hipokrizie të njerëzve që ta mbajmë ne me protestat për thënë se jemi gjallë, mirë po kushtet e konkurimit politik janë tjera. Dhe pamundësia për të krijuar një ekip për të kandiduar në zgjedhje, sjell këtë paksimin e njerëzve. Sepse njerëzit, edhe vetë demokratët, nuk e kanë pasur ndoshta as dëshirën, pas kapacitetin, për të shkuar aty në borrin e Selis dhe për t'i thënë Sali Berishës dhe kryesisë të tij apo grupit të tij parlamentar largohu ose ndrysho ekipin politik. Çfarë kanë bërë? Kanë bojkotuar, kanë thënë që ne nuk merremi më me këta. Edhe kjo është arsyeja e rrudhës. Një arsye tjetër e rrudhjes dhe e bastisjes ose vetë bastisjes së Partisë Demokratike është gjua agresive dhe përçarse e vetë kryetarit dhe të tjerëve që e ndjekin. Shikon në çdo emision televiziv, në çdo koment Facebook, Instagram, TikTok, për çdo mendim i cili nuk përputhet me adetet e fesë demokratike të zotit Berisha, e shajnë dhe i thonë një tradhtar, je shitur te Edi Rama, je shitur i Bler, ty të paguajnë. Rastin konkret e kemi në studio, zoti Saliani. Një ditë ishte heroi i burgosur politik i Partisë Demokratike, sepse është ka 30 vjet që thotë jemi partia e burgosurve, dhe sigurisht një burgosur do jetë heroi i partisë, sa po shpalli një lëvizje brenda Partisë Demokratike, thjesht për t'i folur antarësi si kujtuan atë shkopin e 8 janarit, dhe duke harruar si ishin 200 shkopi të tjerë. Pra, ata që i kujtojnë shkopin Ervin Salianit, janë një 200 vetë të cilët ishin dhe ata vetë me shkopi. Pra dhunën e vetë nuk e llogarisin vetëm dhunën e tjetrit. Edhe i nxorrën pastaj çdo gjë. Pse? Nuk tha as Edi Rama është i mirë, nuk i doli as do i video duke marrë lek nga Edi Rama, por është mentaliteti një partie politike që sa po ti të guxosh, të thuar që nuk jemi mirë, këta futën Rama, Sorosi, tradhtari, të ka blerë, të ka shitur, të ka infiltruar. Dhe ky mentaliteti deri diku ka neveritur njerëzve dhe djathëve shqiptar që të merren me këtë kontingjentin e ultrasve apo Hamasit të Partisë Demokratike, sepse djathën shqiptare sot fatkeqësisht e ka kapur dhe dominon Hamasi. Pra, kontingjenti më radikal, më fanatik dhe më i dhunshëm verbalisht kundër njerëzve. Pse duhet njerëzit nga shoqëria shqiptare t'i afrojnë një partie politike ku ditën e parë që do t'japi një mendim që nuk përputhet me fetvan e liderit suprem të partisë, ata do ta marrin dhe do ta shkyen, do t'i thonë tradhtari i shitur i Bler. Mund të ketë diçka drejt, zotëria në fjalë dhe zotëri të tjerë dhe zonja të tjera. Pse duhet që problemin ose tentativën për të folur ti ta trajtosh si armiqësi? Kjo është pastaj bolshevike, është komuniste dhe në momentin që nuk ndryshon këtë, jo kaq sa janë. Po do bëhet realitet ai fjalimi i zotit Berisha në 2018 që tha edhe sikur një të mbetet, ai do jem vetëm unë. Edhe do mbetet vetëm atje, si Adriatik Lapaj me karrike, do vendos dhe ky një karrike të vetën dhe do rri vetëm. Pra nëse ti ke mentalitet fanatik, mentalitet Hamasit, mentalitet komunist, për secilin që thot një fjalë që nuk e ke mirë këtu, ti del dhe e shan. Pse duhet njerëzit, çfarë detyrimi kanë njerëzit për tu afruar tek ajo parti politike? Dhe nëse nuk ndryshojnë këtë, do të shkojnë tek fjalimi 2018-s që e ka kopjuar nga Hygoi, që edhe sikur një të mbeten, ai do jem unë. E para janë 35 deputet, nuk janë 2 deputet, as 3 deputet. Janë edhe për 5 të tjerë. Që ta quash pakujdesi.
Në qoftë se Sali Berisha nuk e ka dashur Endri Shabanin, avokat të popullit, nuk lejon të asë një deputet të ti për t'i dhënë firmën dhe skualifikon të edhe nga gara. Dhe nuk lejoj të shkot në votim fare Endri Shabani. Për fakti që 35 deputet i kanë dhënë firmën, do të thotë që kryetari i partisë ka dashur avokat të popullit. Një njeri të Sorosit, partia anti-Sorosit nuk ja jep firma dhe nuk e lejon të shkojnë në votim. Qofse e kanë këtë Sorosit problematike. Po e kanë vërtet Sorosin në... Çështja e Sorosit tani se një ndër arsyet pse humb Partia Demokratike është dhe qasja konspirative. Pra keni një intervistë të George Sorosit në nëntor të vitit 2005, ku thotë që jam shumë i kënaqur nga një takim dhe një drek me kryeministrin Sali Berisha. 2005 kishte ardhur? 2005 në nëntor të 2005-s, në 3 korrik kanë qenë zgjedhjet 2005, në nëntor ka qenë George Sorosi këtu në intervistë tek Sokol Balla. Dhe tani, ky këshilli kombëtar, jam kurioz, a mund të vendos një klauzol për personat që kanë drekuar me George Sorosin të t'i përjashtojnë nga partia? Jo, si i bie që do të përjashtoj Sali Berishën. A mund të vendos një klauzol që thot kush ka qenë antar i Partisë Punës nuk duhet të jetë në këtë parti? Jo, si i bie të përjashtoj Sali Berishën. Dhe është një lloj hipokrizie. Tani që ta themi, meqenëse se ju thatë do flasim hapur, le të flasim hapur. George Soros është një strukturë e Departamentit të Shtetit në doktrinën e amerikanëve të eksportit të demokracisë në botë nëpërmjet OJF-ve. Ishte. E kanë krijuar ata. Një sekond, ishte, është. Nuk është. Në momentin kur shkolloi këta të Partisë Demokratike dhe i sollin pushtet, i sollin nën këtë platformë të Departamentit të Shtetit. Tani Donald Trump i flet kundër George Sorosit sepse ka rival politik të brendshëm, ndërsa në politikën e jashtme të Amerikës struktura vazhdon të qëndrojnë në këmbë. Nuk është se kanë diçka Partia Demokratike me Sorosin, nuk është se Partia Demokratike nuk pranon Sorosin, është Sorosi që nuk pranon Partinë Demokratike. Dhe ky është problemi prej 10 vjetësh. Dhe reforma në drejtësi është një reformë e cila është shpallur në kohën e John Kerryt, ka vazhduar në kohën e administratës e Donald Trump, ka kaluar në administratën e Biden dhe po vazhdon tani përgëzohet reforma në drejtësi dhe spaku edhe nga administrata e Trump 2. Pra Trumpi i bjen që përmban një reformë të George Sorosit. Pra, një parti që nuk dit lexoj interesat e shtetit Amerikan dhe mënyrën se si vepron shteti kryesor që është prezent në Shqipëri dhe do t'i ndaj skenës politike amerikane kush është i miri dhe kush është i keqi, do të shkojë në katastrofë. Pra çështja e avokatit popullit ishte një hile e cila ju zbulua dhe doli shëmtuar, sepse shumë mirë mund çonte me 28 firma, një kandidat vetëm, sepse nuk i ka firmat për 2 kandidat. Po çfarë deshi? Të çojmë 3 apo 5 kandidat, që Edi Rama ta zgjedh vetë, dhe ne të themi nuk patëm ne fajin e zgjodhi Edi Rama. Nëse nuk e don, nuk e çon, nuk e kualifikon për votim. Pra është shumë e thjeshtë. Tani, edhe një tjetër gjë në këtë psikozën, që s'jam unë dakord. E kanë bërë këtë avokatin e popullit sikur është një ngastër toke që i takon Partisë Demokratike. Jo duhet ishte ky, jo po duhet ishte ai, jo po se ky është i përndjekur, jo po se ai ka bërë aksident. Kjo s'ka lidhje me përshkrimin e institucionit dhe me çfarë është institucioni. Opozitës. Ja kanë lënë, po them partia nuk mund ta përdor institucionin e avokatit popullit për të çuar njerëzit më të vujtur që kanë parti. Në fakt këtu më të vujturin çoj këtë radhë. Po nuk është kjo. Sepse është si në këto rastet kur thot kam një kushëri pa punë, çfarë t'i bëjmë, ta bëjmë policë. Edhe fusim policë kot. Pra Partia Demokratike do duhej të kishte nxjerrë një figurë nga radhët e së djathës, të spikatur dhe që është marrë me këto punë për t'i dhënë pak prestigj institucionit. Se nëse ti je një parti e cila nuk i jep prestigj institucioneve që të lihen ty me marrëveshje, por do t'i përdorë si ngastra për të rehabilituar disa njerëz që të bëjnë zhurmë në parti, kjo mendoj është një minus i një partie politike dhe do ishte më e ndershme që në rastin e këtij Endri Shabanit të dilni dhe thoni të kemi vendosur vetë dhe të mbronin firmën e tyre, thoni po, është që kanë bërë, siç në fakt ka ndodhur. Po pra të thonin, është zgjedhja jonë për avokat popullit. Avokati popullit i takon kësaj botës së OJF-ve, e kanë kërkuar dhe këta ambasador dhe do ta vendosim në bashkëpunim me këta. Kaq ka qenë gjëja. Do ishte më dinjitose.